lidhur me protestat, e thash që në fillim i përkrah me gjithë zemër, pa hipokrizi. Dhe më vjen mirë që ka dalë rini, gra, nëna të reja me fëmijë në karrocë apo në krah. Ju mendoni që është e komanduar kjo protestë, ndoshta nga një fraksion brenda PS-s apo? Jo, nuk mendoj që është e komanduar, por nuk rrit dot pa thënë këtë që është një tendencë për ta manipuluar protestën. Nuk është e komanduar, që njerëzit dalin spontanisht dhe dalin me dëshirë të ndërgjegjshëm. Por ekziston një rrezik dhe aty këtu të shfaqen këto tendenca. Këto partiçka dhe drejtuesit e tyre, s'po i quaj lider unë ata, pjesë e fondacioneve, shoqatave, kryesisht sorosiane, nuk është as pak e fshehtë. Madje u bën edhe debat në Amerikë, se reagoi edhe djali Bidenit atje. Reagoi Hunteri, po para se të vim atje do thosha këtë. Shikojeni Ardin Qorin. Del atje me grushtin lart. Po 50 vjet Enver Hoxha me grushtin lart i vuri grushtin popullit shqiptar. Vrau 6500 njerëz me dhe pa gjyq. Burgosi 33.000 të tjerë, burgje politike flas, internoi 150.000 shqiptar dhe katadisin në vendin më të izoluar dhe më mjeran nga niveli dhe standardi ekonomik në Europë. Prandaj atë grushtin lart marksist-leninist që ka dështuar në gjithë botën, s'kapse e ngre as Ardin Qori, as Llapa, as Shurdhi, as Memeci, as Shaba që e bën avokat popullit, e shpërblyen atë Shabanin. Këta 4-5 sa janë, në qoftë se të kujtohet i nderuar mik, vunë dhe kandiduan në zgjedhjet e fundit, dikush Vjerrin, dikush Baxhenakun, Kunatin, djalin e tezës, dikush edhe babain, motrën, vllajin, shokun, komshiun. Këto ishin këto partiçka. Tani këta duan ta manipulojnë. Kjo është një frym antiqeveritare e pastër. Është një frym anti-Rama dhe thirrjet me gjithë shpirt janë jep dorëheqjen Edi Rama. Dorëhiqu etj. Ka një grup që do ta spostoj vëmendjen. Këtu është frika e ndërhyrjes dhe pjesëmarrjes në protestë, ato nuk e kanë shkruar në ballë që janë socialistë, aq më pak patronazhista. Që këta tendojnë tash që edhe Berisha të dorëhiqet, edhe Berisha në burg me Ramën e tjerë. Ka gjë logjikën këtu, si mund të thuash lideri të opozitës 13 vjet në opozit në burg. Po për çfarë? Pse është kryetar i opozitës? Dhe mos harro se kjo po ndodh pikërisht kur u pa që të gjitha përpjekjet për të penguar, që të mos them për ta mos lejuar zgjedhjen e Berishës ose rizgjedhjen e tij në krye të partisë me votë plebiscitare. Dhe me mira demokratë votuan dhe unë isha vetë një nga votuesit në pallatin e Kongreseve, e pash se çfarë rregulli dhe çfarë saktësie pati në votime, pas një problem, pas një incident, por natyrisht Berisha me një eksperiencë mbi 35 vjeçare në politikë, president, kryeministër, kryetar historik i Partisë Demokratike, nuk mund të binte në grackën dhe kurthin idiot të Edi Ramës dhe të pasuesve të tij për të vënë kandidaturë me Berishën. Disa figura tejet nuk duhet të fyej njëri, po tejet të diskutueshme për nga personaliteti dhe për nga emri që kanë. Nuk mund të kandidosh ti për kryetari i partisë. Për Saljanin këtu se ai bëri dhe burg. Saljani bëri burg dhe burgun për hir të vërtetës e bëri kot. Këtë do ta pranojmë dhe ai mund të quhet burg politik. Po nëse në burg s'qullesh dhe burgu dhe ata që kanë urdhëruar burgosin të japin leje të mbjellësh flokët dhe të lyesh flokët, në burg kjo vetëm në Shqipëri ka ndodhur. As në burgjet e Zimbabves apo të Kongos nuk besoj se të japin leje atyre. Ju thoni që ka goditur në një lukë të burgosëve me ngjyrë, të i bëjnë flokët me oksigjen, të i bëjnë të verdha. Edhe këtu kjo nuk shkon, ka diçka që nuk shkon. Mënyra se si se Saljani nuk e ka përzënë asnjëri. Tash ti jemi të sinqert,
Jam unë aty në forume, edhe në Këshill Kombëtar. Se ka përzërë asnjëri, ai ka preferuar vetë të iki nga PD-ja. Edhe do të kandidoj, zotëri, po që të kandidosh, do të kesh disa premasa. Thuhet aty dhe në statutin e Partisë Demokratike që ata që kandidojnë duhet të kenë personalitet, dignitet, dhe të jenë njerëz të një niveli të lartë politik, se s'mund të kandidoj Sali Berisha as me Saljanin, as me atë doktoreshën, me Remën, thash, nuk duhet të fyej asgjë, me mendjen time edhe unë kandidoj me kryetarin Maun Kin, apo aktualisht se ka vdekur, me presidentin Xi. Po do më zgjedhin kinezët mua tani kandidat, kështu i bie kjo punë. Pra duhet të kenë edhe ata pak mend në kohë, në mos qofshin të sponsorizuar në forma nga më të ndryshmet. Për të rikthyer tek protesta, si mendoni që do mbyllet kjo protestë? Se kemi parë atë të armëve kimike, kemi parë atë të studentëve. Drejtimet ishin të kundërta në fund. E kemi parë kryesoren se si është trembur Edi Rama. Kjo është e parë. Po ta vësh edhe tani, nuk e gjen dot fjalën. Tenton herë t'i bjerë Gozhës, herë t'i bjerë Patkoj, por nuk e gjen dot fjalën. Ai e di shumë mirë që protesta është antiqeveritare, nuk është thjesht Zvërneci. Se ta zëm se ka një problem në Zvërnec. Po pse Zvërneci e shqetëson gjithë popullin shqiptar? O zotëri, janë pakanësira të akumuluara me hajdutrinë e paparë dhe me mbrojtjen e çmendur idiote që i bëhet hajdutëve kusarëve të këtij shteti. Më thuaj ti mua, si mund të mbrohet Belinda Balluku? Si mund mos i hiqet mandati i deputetës dhe t'i jepet Spakut për ta gjykuar? Nuk them unë sot është fajtore. Fajtore e vendos gjykimi i formës së prerë, por je e pandehur se ke bërë 1, 2, 3, 4, edhe ti nëmrojmë me radhë. E fundit doli kjo, e djeshme, u zbulua vila. Që është një vilë, unë jam i sigurt që me parat që ajo ka, mund të blej 100 vila si ajo. Por ama manovrimet ishin idiote, naive, me një vetë siguri absolute që do më thënë, kemi Edi Ramën, mos më kontrollon njëri, e tjera dhe bëj veprime, implikon njërës të tjerë, ka impliku i Iglitaren, atë shefin e kabinetit vetë, tjetri. Pa folur për ata që tani janë në burg. Ky i rrugëve, i Akshit, Karçanaje, që janë gjithë, është një numër i pafundëm. Tani, sa po shofte lajmet, kanë thirrë drejtorin e përgjithshëm të kurudhave që ka qenë edhe në Kesh, edhe të AZBR-ja që janë këto, me iniciale tani se s'përrim t'i zbërthejnë. Si ka mundësi, ministra, deputet, kryebashkiak, më thuj një më që kanë